një kryetar komune e lider partije i cili guxon të rënoj e të shëndroj në biznes mundin, sakrificën, vuajtjen e gjyshave të pollogut, natyrisht që nuk meriton vot për shqiptarë. Një eksponent partijar që del dhe kërkon vota prej tetovarëve dhe që këtë gjak, këtë sakrificë e shëndron në para e shet me çmim që sharak për të rëshit, përsëri me një çmim që sharak, sepse ai monument nuk ka çmim. Nuk ka çmim vuajtje. Nuk ka çmim simboli i cili ishte aty, që ishte simboli i tradhtisë të madhe që u bë shqiptarëve, duke marrë djemt, krah pushke dhe duke eliminuar. Monopoli ka të njëjtën simbolik, njësoj edhe si masakra e Tiranës. E pra ne nuk guxojmë ta rënojmë dhe ta shndrojmë në para dhe biznes sakrificën. Ne nuk guxojmë të shkelim mbi varret atyre që luftuan për lirinë tonë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, ju keni plot motiv që të shkoni të flisni dhe me këtë gjuhë të jepni mesazhin që duhet ta japet tetovari më 19 tetor me votë.